respektoj. Ky është shtet demokratik dhe i pavarur dhe duhet të sillet në mënyrë të tillë brenda kufive dhe jashtë tyre. Dhe pritshmëria se ashtu si në të kaluarën, Kosova mund të vinë në Washington apo Bruxelles apo në ndonjë kryeqytet tjetër dhe të bëjë kërkesa pa demonstruar progres në emër të vetin. Kjo nuk është e saktë. Ajo që po shohim nga qeveria e Kurtit është të tregojë të gjithëve se po zbatojnë ligjin dhe ligji është njësoj dhe i barabartë për çdo qytetar të vendit. Dhe ligji dhe kushtetuta janë unike për gjithë territorin e Kosovës. Pra ata po thonë se nuk mund ta lëmë një etni me ndikim nga një vend tjetër, Serbia, që të mos respektoj apo të mos i bindet ligjit, të ketë institucione paralele dhe ka 17 vjet pas pavarësisë janë, apo më shumë se kaq, që kur po i mbyllim syt para organizatave që nuk po respektojnë ligjin e që nuk po funksionojnë sipas kushtetutës së Kosovës. Nëse keni prova për krime, duhet t'i ngritni penalisht ato, të punoni për drejt me to, por gjithashtu duhet të ketë atmosferë e qartë në gjithë vendin. Që leadershipi të jetë i përkushtuar për progres. Në këtë aspekt nuk kemi nevojë të flasim për asnjë komunë në veri, po mund të flasim edhe për Prishtinën. Mund të flasim për Prizrenin, për Pejen, për Gjilanin. A kanë të gjithë në Kosovë ndjenjen se kjo qeveri në këtë mënyrë po është e përgatitur që në shkallë ndërkombëtare të negociojë, të jetë praktike, të ndërmarrë hapat e domosdoshme, të rinjët po largohen nga Kosova. Mundësitë për biznese po zvoglohen në Kosovë. Kjo nuk duhet të jetë kështu. Sërish, po them, Shqipëria, ekonomia e saj po rritet. Keni një udhëheqës të qëndrueshëm praktik. Mund të kërkojmë nga qeveria të bëjë të dyja, edhe ta zbatojë ligjin në gjithë territorin, por edhe të krijojë mjedis për bizneset, për ekonominë që të ecin përpara. Po, këtë duhet ta bëjnë. Por në veri, apo kudo qoftë, duhet të ekzistojë një ligj, duhet të ketë një ligj, ligji i Kosovës. Dhe a duhet të ketë institucione paralele të Serbisë? Kjo është çështja, ideja e qeverisë, ajo që thotë qeveria. Nuk po justifikoj institucionet paralele, por ajo që po them është se kushdo qoftë në qeverinë e Kosovës, nëse vazhdojnë të jetë vetëvendosja apo ndonjë grup partish të tjera politike, që ato duhet të gjejnë një mënyrë praktike për të paraqitur një rast më të fortë për të treguar se Kosova po kujdeset, kuptohet, për sundimin e ligjit, por edhe për të drejtat dhe liritë e të gjithë qytetarëve të vet. Dhe qasja dhe qëndrimi i autoriteteve aktuale